Një tjetër rast i trafikimit të armëve të zjarrit dhe municioneve është goditur në kryeqytet. Një 46 vjeçar u arrestua nga policia teksa po udhëtonte nga fshati Shëngjergj drejt Tiranës me 4 kallëpe tritoli, 2 armë zjarri dhe 1500 fishek të kalibrave të ndryshëm në automjet. Urim Meta u arrestua nga efektivët teksa udhëtonte me makinë drejt kryeqytetit, brenda së cilës ndodheshin armët e zjarrit të fshehura në bagazh. Sipas burimeve nga grupi hetimor, armët pasi të silleshin në Tiranë nga Urim Meta, dyshohet se kishin si qëllim të shiteshin në Maqedoninë e Veriut. 4 kallëpët e tritolit do të shiteshin me nga 500 euro secila, ndërsa pjesa tjetër do të shiteshin 2000 euro. Armët dhe municioni u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, së bashku me automjetin dhe celularin e të arrestuarit. Pas arrestimit nga policia, 46 vjeçari nuk ka mohuar asnjë nga akuzat që janë ngritur ndaj tij. Urim Meta rezulton një emër i njohur për policinë pasi ka qenë i skeduar më parë për kultivim të lëndëve narkotike. Ndërkohë, hetimet po vijojnë për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të dyshuar të përfshirë në këtë aktivitet kriminal.